Orët e para të mëngjesit të sotëm, një pjesë e madhe e banesës historike Fico, e njohur si monument kulture në lagjen Palorto në Gjirokastër, ka pësuar shembje, por fatmirësisht pa pasoja për jetën e banorëve. Shembje kanë pësuar 2 dhomat në katin e 3 që përdoreshin si dhoma gjumi, ndërsa u dëmtuan orendit dhe pajisjet shtëpiake. Policia dhe specialistët e DRKK-s janë në vendngjarje për të vlerësuar dëmet dhe për të planifikuar ndërhyrjet. Punimet parashikohen të kryhen në kohë të thatë për shkak të lagështirës dhe terrenit. Isha në punë, më lajmëroi djali hallës në Itali. Ora taksi erdha, këtu qenë policët, qenë gjitonët një herë që u ndodhen në të parët. Halla që quar në mëngjes, si gjithmonë. Ndiste sopën si Gjirokastrite, gjë e pa ndiste sopën dhe pinte ilaçet, hante mëngjesin. Kishte harruar një ilaç nga dhoma e gjumit, fajti të pinte ilaçin atje dhe të shtrihem. Aq që fati për i saj dhe i fëmijëve të saj, se ka fëmijë të mrekullush. Djali e monitoronte nga jashtë shtetit me kamera, u bë alarmant se pa dhe policët që u futën atë kohë. Shteti ka vërë dorë, po them njerëzit janë të gatshëm që të punojnë me del ose me seriozitet në çdo punë që vinë e bëjnë. Kjo banesë mbetet një nga pasuritë më të rëndësishme arkitekturore të lagjes Palorto dhe një monument i veçantë kulture në Shqipëri.